Stop ngjarjet në botë gjatë vitit 2023. Më 1 janar, ndërsa lufta hyri në vitin e saj të dytë kalendarik, Rusia e sulmoi Ukrainën me një tuf prej 45 dronësh, disa orë pas hedhjes së shumë raketave në Kiev dhe rajone të tjera. Një ditë më pas, Ukraina nisi sulmin më vdekjeprurës të realizuar ndonjëherë në një bazë ruse. Më 2 shkurt, një balon spiune kineze u kap në qiellin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e ngarkuar me pajisje që ndihmonin në mbledhjen e fotove, video dhe informacioneve të tjera. Balona u rrëzua nga forcat ajrore dhe Kina nuk e pranoi asnjëherë se ishte e saj. Më 6 shkurt, Turqia e Siria u tronditën nga 2 tërmete të fuqishme dhe pas goditjet e tyre, duke lënë të vrarë mbi 55.000 persona në të dyja vendet. Më 30 mars, Donald Trump u padit në New York për rolin e tij në një pagesë për një aktore të filmave për të rritur në prag të zgjedhjeve të vitit 2016. Kjo ishte hera e parë që një ish president përballej me akuza penale. 20 prill, shpërthen Starship i SpaceX. Kjo raket shpërtheu disa minuta pas nisjes në një fluturim prov pa ekuipazh. Më 6 maj u kurorëzua mbreti Charles III. Ky është kurorëzimi i parë në Britani në 70 vjet. Më 18 qershor, vdiqën eksploruesit e Titanikut. 5 avanturier humben jetën gjatë një ekspedite ujore te Titaniku pas një shpërthimi katastrofik të nëndecës së tyre thellë në Atlantikun e Veriut. 23 qershori solli kryengritje dhe vdekje në Rusi. Yevgeni Prigozhin i grupit paraushtarak Wagner nisi një kryengritje ushtarake jetë shkurtër në Rusi. Sfida më serioze për 23 vitet e pushtetit të Putinit. Megjithatë, Prigozhini dhe komandantet e tjerë të grupit humbën jetën më pas në një aksident avioni në fund të muajit gusht. 8 gushti solli zjarre në Havaj. Zjarret shpërthyen në Maui ndërsa lanë të vrarë 100 persona. U shkatrua edhe qyteti historik i Lahajnas. Më 12 shtator, përmbytjet goditën Libin duke vrarë mijëra njerëz. Kjo fatkeqësi natyrore ishte në zhvillim e sipër me dekada dhe erdhi si rezultat i neglizhencës zyrtare prej vitesh ndaj 2 digave. 19 shtator, nis konflikti Armeni-Azerbajxhan. Në vetëm pak më shumë se një javë, Nagorno-Karabakh, një rajon armen vetë qeverisës i krijuar brenda Azerbajxhanit, pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, u shpërbë në mënyrë efektive. 7 tetor, Hamasi sulmon Izraelin. Militantët palestinez u nisën nga Gaza në një sulm të befasishëm, duke pushtuar fshatra dhe duke marrë pengje izraelite. Sipas Izraelit mbeten të vrarë 1400 persona, kryesisht civil. Më pas, Izraeli shpalli luftë Hamasit, duke nisur bombardimet brenda Gazas. Më 21 nëntor, Izraeli dhe Hamasi arritën një marrëveshje për të liruar 50 pengje civil të mbajtur nga militantët në Gaza dhe për të ndërprerë luftimet për 4 ditë, përparimi më i madh ky diplomatik që nga fillimi i luftës. Dhjetor, ndërsa fushata ushtarake e Izraelit ka hyrë në javën e 12, numri i palestinezëve të vdekur në Gaza ka shkuar në rreth 20.000 persona, me afro 2 milion të tjerë të zhvendosur.